Tung. Arsimi I And-As në emisionin Çka ka me hangër. Sot do të bëjmë një koktejl krakaleca, do të thonë me 3 lloj krakaleca, mallësive të ndryshme. Kështu që po I presim krakalecat me na fluturoj. Fluturon krakaleci I detit. Qatë na thot me ble, kina me ble, po duhet edhe mi pregadit kur di ble. Qëto janë të më thonë qëto krakalecat që kanë fluturu. Qëto shkojnë qështove që I kum pastru. Da më thonë që e qështo. Kokat nuk ja kum gjujt se I përdori ma vonë pak për një recept. Që mund I përmboha masaj që kur gjë nuk bon me u gjujt. To mujna mi përdor. Më thonë qëtoj nga kaleza pak ma të mlaj, ma të vegjel edhe shumë vegjel. Fillimisht. Në forterën. Vajnë e ollirit. Hudër. Qep. Edhe presëm pak desa të nxehtë tigani. Në ndërkohë marrëm pak akull. Do akull në duhet që ashtu. Po presim dhe sa të bëhet kjo. Fillimisht I qesim këto të mlajt. Mas një këto ma të voglat dhe në fund të voglat. Po këtë këj proces do të gjatë 5 minuta, jo ma shumë. Kjo veç ka fillu. Kjo veç ka fillu me u zbut. Presim edhe pak. Për afërsisht 30 sekonda, gjysmë minuti, jo ma shumë. Qështu. Qështu qisë të të mlajt njëre. E tash, edhe këto krakalecat pak qenë ma të vogjel. Qesim edhe këto. Qështu, për qesim kreta. Qështu. Pak ma voni qesim edhe këta kujla mora qërejto. Qëta të voglit. Pak vend bardh, pak limon, kështu, krypër mos ta harrojmë, opa biberin,
Edhe që kështu, po e presim edhe pak, të qesim edhe qëto të voglat. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, përmbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pa përgatim. Te ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Përdesa të bëhen ato, ju të regoj vetëm sa ti qes nakull, qështu? Që to ju në bo, këto mujna me nalë, edhe ti qesim këto nakull, ti kullojmë pak. Të lënë muftu. Disa vena edhe nuk i lonë mufto, po i qesin qështu nxehta, mas nej akullin për mi. Mirë po ajo mas nej akullin shkrijet ma shpejt. Edhe bëhet ujë, kështu që na që të lanë kësaj të perujmë, se na duhet, nëse jo që tash ma vonë, tash na qëto pelojna me u ftof pak, me ndërkohë, qëto edhe qëto pilojmë që qështu. Anash se na donë pak ma vonë. T'ja bojmë pak një dressing. Aty na do të një e koqides. Kështu. Pak parmezan. Vaj të peshkut të tymosur, aqugës, një aqugë të vogël, jo shumë madhe. Tri 4 pika limon. Tabasco pak, 3-4 pika, Worcester salcë, edhe këto 3-4 pika. Edhe te përzim. Nëse dojna me qitë pak, nëse dojna me qitë tash qitë longun, që ku kem, kjo tash jep kretat atë shien e kësaj, pak magdanoz, qep, të gjethe qeve të treja, po edhe pak gjethe të qep kuqe, qa kemi bo, shumë bukur. Prima kina qitë bol krypa, ka nevoj hala bibera. Qesim pak biber, bravo. Edhe të e përzim pak. Shto vesh tash e kem në gatshëm. E të qesim qëtu. Ma mirë. Ta shkojna pak me dekorimin e pjatës. Që e mushëm pak me salat qëto.
Kështu. E qesim edhe pak. Ta shtyjmë qëto në kaftof, po tash veç ja derëm këta ujnë që e kanë shu. Qështu. Qysh pjabun, hajde. Pjabun që qështu. Bukuri, shumë bukur. Tash I kemi këto pak marë të mlaj që patëm, qështu. Mas ne I kemi këta dvegjlit për mi mbulu këto shprastina. Ja, qështu, shë? Tak. Fund e kem salcën apo këtë dresingun e cila shkon të poshtë deri në fund pjatës që është. Mëna dhe për të dhe I poshtë. Këta shmonë me dhe për të dhe I poshtë. Ka dal. Se dojmë pak një gjepe manganozi. Në dekoru, qështu. Edhe, kjo është veç e gatshme. Kjo është e gatshme, na boh mirë.